Si Mario është lartë ma. Si ka emrin kjo që këndon këtë këngë? Para Shevisi Maku. Ska qenë optimistike. Miq të Vision Plus, mirë se erdhët në emisionin numër 9. Nënta, mirë se të gjetëm. Qa shikon Ana Shkot, qa pret? Sa keni. Emisioni numër 9. Bravo. Satelit. Diversantët rikthehen dhe këtë javë, edhe pse është një javë që ka ndodhur ngjarje shumë të rënda në gjithë qytetarët tanë dhe bashkëtarët tanë në Shqipëri. Se kemi faj net tash. Gjithsesi jo, ne kemi një emision të shenjtë sot, kemi ardhur t'ju argëtojmë pak, t'ju bëjmë fundjavën më të bukur. Nisim çuna me energji. Jepi energji, nis ke emision. Qa energji është kjo? Energji e pas. Ti viti ters, unë i bëj sfidë tani se ne do e nisim me fest. Shumë mirë e ke. Dhe shqyr. Për t'u hequr stresin. Baba e djej da thoshte këtë. Ne kemi emision, no? Për t'u hequr stresin, do e nisim me festa. Festa e ujit të bekuar. Po. Mario informoi popullin shqiptar. Mario, ndonjë gllëj ku ujit bekuar dhe ti iki kjo kolla. Unë si i dërguar i kryqëzatave. Ke një vit me të kollë. Do ju thoja sot, do doja të flisja shumë për 6 janarin në këtë rast, që përkon me ditën e ujit të bekuar. Festë e vjetër tradicionale që ka besimi ortodoks në këtë rast, që pas meshës që bëhet në kishë, më vonë idhet dhe kryqi në një pjesë uji, në një trup uji, në një trup uji në këtë rast, edhe njerëzit që janë rreth rrotull, ata që janë garojnë për ta kapur. Na the atë që shikojmë të gjithë me sy. Ti na thosh pse ndodh. Ska asgjë, domethënë ska asgjë për tek kësaj, nuk ka, jo se ska asgjë mistike në këtë rast, por është në këtë përkujton atë pastrimin shpirtëror dhe rifillimin. Faleminderit Mario për hiqashin gjë, po ne miq kemi video. Dale një sekondë dale, po është paktësimi i Krishtit toj pa udhë. Ç'a do të thënë? Pastrojemi, ç'a pastrojemi? Po jo, është një që pastrojmë Mërshme. Po le ta shikojmë miqtë e mi tani se si Shqipëria e zbatoi ditën e ujit të bekuar. Si e zbatoi? Si detyrë. Qytet me qytet. Sigurisht Shkojmë në Pogradec. Pogradec është. Si u zbatuar këtë? Si po çfarë? Ja, plot Pogradec. Se larg e hodhi ky. Po dala se preku ujin fare. Mos u bekua asgjë. Po nuk u bekua ujë, e hodhi kështu si buqet nuseje. Pritje. Pa isa i shkallë dhe i bravo i djelë. Kitër ku u zbatua. Shkojmë në Berat direkte. Berat, Ti shek në Berat. Berat është mirë. Berat e shpesh. Berati ka bërë mirë gjithmonë këtu. Përveç janë zënë këtu mbyll. Ata në asë nuk janë, ai është më parë, ai që e kapi ishte më parë, më. O mirë, ti tash. Tani ka dhe Po vlla me hile, çë? Nuk do hedhin dyshime për kapjen e kryqit tash. S'pak të nuk bekua ujë. Na çon diku tjetër. Ersek. Ti shek në Ersek direkte. Ersek ka kalu. Si s'ka, shifa. Jo, Ai nuk ishte përveshur as mëngët i shkretir. Mas është video me jaj kjo tash. Çu e zbatoi Erseka? Jema jo të sa kemi me nxitim. E gjën dobët Erseka. Shiko, në fakt ta kanë zbatuar atë që rëndësi ka ideja. Pjesëmarrje. Po, jo ka rëndësi. Se kush rrezikonte. Mirë, se kanë. Ka kishte vetëm këta e kanë festuar. Jo, Duhet ishte edhe në Vlorë. Kalojmë në Korçë, kalojmë me bashkëtarët e mi. Mario Zejbesi. Edhe Korça mirë. Cilët nuk po mirë, nuk të çmirë. Shiko, edhe në Korçë zakonisht kërcet grushti për Kërcet, po. Dhe në pishinë të çmirë. Ku ka rast më të mirë të kërcas grushti se sa në një festë që bashkon të gjithë njerëz. Këta të Korçës shkojnë në Pogradec e edhin, si është? Jo, se kemi pellgje edhe ne. Kemi Shatërvanë. Po në Vlorë kemi sigurisht edhe në Vlorë. Jo, kemi dhe Vlorën, kemi dhe Vlorën. E kemi dhe Vlorën. Lëshoje Vlorën, lëshoje. O, sa e bukur Vlorë. Po mirë, vetëm një kishin gjetur ta. Nuk u bën dot dy, nuk. Kishin ftohtë, ishte vitja të ditë. Në një grup WhatsApp janë ata që s'kan përgjigje. Na duhet njëri për të kapur kryqin se duhet postojmë. Ja mirë, rëndësika që ndodhi. Si u futa ai me not, thua ti ishte 7 metra thellë dhe. Po mirë, bekoi gjet detin ai gjest. I ka festa këto, po mungon edhe një qytet në fakt në këtë ditë bekuar. Të shohim dhe videon se si u festoa ujë bekuar në qytetin e dashur të Durrësit. Shifeni çfarë ndodh. Në Durrës ka pas probleme ku ta hedhin kryqin, mund ta hedhin ku do. Aty mund ta hedhin edhe jashtë. Durrës ka pas probleme ku ta hedhin kishën. Skandaloze pamjet në qytetin e Durrësit. Po. Ha? E di i pami. Kemi pa gjithë javën, vërtet. Na kanë tronditur. Këto janë të reja, valla, ekskluzive, vetëm ne i kemi. Kemi marrë nga Top Channel. Po mirë, unë një gjë s'kuptoj tash. Merr.
Se këta shteti. Fol besë, lëshoja këti shteti. Lëshoja. Po jo mos e bëjnë kështu ndërtime, jo veliera dhe mburen kështu me foto. Hidrovore. Bëjnë shëtitore të bukura, fasada edhe dalin mburen. Po pse s'bëjnë kanale to? Mund të bëjnë të njëjtin gjë me kanale, dil mburu me kanale to. Shikosh kemi bërë ca kanale. Edhe mund të bësh dhe foto kanaleve. Po, kemi bërë ca kanale dhe mezi presim shiun e radhës. Po, letët vi shiu i radhës. Plus që, se do shta nuk e dinore, ka lek edhe në kanale të. Ku ka lek? Ka tendera në kanale të. Shiko, Ta shikojmë vetëm anën estetike. fakti është që me sa duket nuk janë i ka gjetë pa përgatitur se nuk janë përgatit fare për këtë situatë, se kanalet janë. Thjesht nuk i kanë pastruar. Të papërgatitur ka 20 vite dëgjojmë të papërgatitur. Sa që bie shi të papërgatitur. Ndërkohë përmbytjet nuk kanë falur as institucionet. Qa ka, që kejo shumë, më zdite ka shumë ti. Përmbytet burgu i Durrësit. Masa për evakuimin e të burgosurve. Çpritet të ndodh me Velien. O Velien. Ju qeshi buzat të tërve ju, sa dëgjuat. Po pra sa, Ati do jenë lagur dhe dosjet atje brenda. Do t'i lexoj nga fillimi tash. Po jo, shiko. Është vërtet lajm i mirë për mendimin tim. Pse? Kjo është herë e parë në historinë e këtij vendi që një politikan e ka ndjer vetë I lagin. I kanë ndjer vetë pasojat e këtij sistemi të kalbur. Madje unë mendoj që kur të dalë Velia nga burgu, do të bëhet direkt kryeministër. Tani ai e kupton dhimbjen e popullit. E dish do të vi ujë deri në gjuhë, edhe është njeri i vuajtur i shkreti. Po për këtë të bëj vetë Saljani në burg ishte ai. Po Saljani nuk u përmbyta. Si do ja bëjmë, do ja japim atë tabletin që kërkoi para ca kohë? Sigur mos mjaftoj dënimi që po vuaj unë tash brenda, domethënë, po i kam dhe kem të qullta. Nuk ka dënim më të keq, domethënë se ti ke shkëm të qull. Se bën urinën natën. Gjithsesi miq ka një arsye shumë specifike për përmbytjen e Durrësit që asnjëri nuk e di. Çfarë arsye? Ja, ndjekim videon të dëgjojmë arsyen. Pse përmbytet Durrësi? E njeh Durrësin njerëz? E do teknikisht apo politikisht? Teknikisht. Që nga politikisht. Do të bëjmë pjesë teknike? Teknike. Apo to pjesë politike? Teknike. Okej, teknike. Ja ku e keni ujin këtu. Po. Ku do vej ky ujë? Nuk ka realizime do derdh. Ku do vej? Ku? Si ku do vej? Ku do derdh do të thotë? Në det. Po këtu niveli është më poshtë deti. Po çfarë thonë? Parimi edhe komunikuese. Është parimi themelor për të bërë filtrimin e një zone, enët komunikuese. Në klasë të parë dhe deri në klasë të 5, të parën gjë që mësojnë nxënësit është janë enët komunikuese. Vërtet. Një ujë të lërgohet, duhet të niveli me mik dhe kopshin. të jetë më poshtë. Këtu niveli është më poshtë deti zotëri. Çfarë prisni të më? Çfarë prisni më tutje? Por këta mundohen që të dalin debila, Allah, se s'ka mundësi edhe. Ku mo zotëri është niveli më... Në klasë të parë kemi mësuar që dhe Hollanda është në nivelin e detit dhe nuk përmbytet Allah, se ka kanalizime. Qa po thotë? Shive çfarë thotë? Zotria. Zotria do ta bëj një klasën e parë deri në klasë 5. Do ta bëj nga fillimi. Jo, mire ka. Fajin e ka Durrësi. Fajin e ka Durrësi, po. Parët tanë që i kanë ndërtuar Durrësin aty ku s'duhet. Po pra, kanë bërë gabim. Ore po Faj kemi ne që na i mësojnë atë gjeografinë e klasit të 6, të 7 e më tutje, domethënë, zotria e ka zgjidhur. Pas kemi mësuar ato enët komunikuese që. Ore po Durrësi këto vitet e fundit po përmbytet, se nuk është përmbyt për shembull në kohën e komunizmit, apo jo? Po në Durrësi nuk është as në nivelin e detit. Nuk është në nivelin e detit. Mbi nivelin e detit, me sa di unë është diku nga 0 deri në 5 deri në 6 metra mbi nivelin e detit, domethënë. Aty afër është. Unë në fakt dua jam kurioz të di për zotin Meçe. Sigur do e kërcënoj. Po që po thot, do më duket shumë situatë mafioze, si këta që e kanë kapur Meçen kështu me ja 12 kg heroin, edhe i kanë thënë shiko do mbrosh burga apo do na mbrosh neve në emision. Edhe i shkreti ka thënë apa do t'ju mbroj juve në emision. Edhe Që jemi në nivelin e detit. Po le të shikojmë pak gjendjen në disa vende tjera që janë mbi nivelin e detit. E pra na çon. Me që Durrësin e morën për të mirë qenë nën. Shiko çfarë bën. Okej. Mbi nivelin e detit në Vosel. Në Vosel. Po. Aty Atlantida është ajo, kush është ajo? Edhe Gjirokastra. Gjirokastra. Gjirokastra njëjtë botërisht që është në nivelin e detit. Gjirokastra është malore. Aty. Shiko çfarë bën. Po vin ujë nga deti. Komplet shteti pa përgatitur. Komplet shteti pa përgatitur. Jo, është pa niveli. Po. Nuk janë në nivelin e duhur. Çka kemi në një qytet? Pa përgatitur pas një masim. O miq, lexham. Aqualend. Çive. Po.
Ore, po Rama ka reaguar për këtë situatën? Patjetër, po, Gerti, po patjetër që reagoi në mënyrën që vetëm kryeministri Edi Rama di. Çka ka thënë? Ja ta lexoj unë çfarë ka thënë, se është geniale miqtë e mi. Nuk e kuptoj pse nuk po më fajsojnë akoma mua qeverinë e Bashkinë e Durrësit për rreshjet mbytëse të këtyre ditëve në Itali, Greqi, Maldëzi, Kroaci e me radhë. Ironia e ngelit këtu. Çudi e madhe opozita andej, thotë. Po të paktën të fajsonin qeveritë e tyre, po hiç asnjë llaf. Tani përgjigje, tani është status që mund të bësh. Është tamam përgjigje adoleshente. E pra, shumë nuk. Mbase andej nuk kanë 30 vite që mbyten vit për vit aty jashtë këtu. Prandaj pastaj ku e dim ne që nuk janë ankuar andenjë. O vlla, ata fajsojnë të tyren, po ky. Ata kanalet e tyre, çfarë? Plus kanë përshtypjen që andej kanalet ekzistojnë. Domethënë ata e kanë bërë më të mirën çfarë mund të bëjnë edhe nëse ndodh në përmbytje apo ndodhi ato. Edhe masat emergjente ekzistojnë, Jo kur ti s'ke bërë asgjë delet edhe bën ironi tash shikot. E do një të fortë fare, do një të holl, ironi të holl. Ai vdes vetë brenda Rama vdes që ti luten ti ankojnë edhe populli Greqisë, populli Italisë, populli Kroacisë. Do e ndronte këtë gjë. Po e bën gjithmonë këtë, sa herë që ndodhi fatkeqësia, edhe kur ishte kjo situata me zjarrit, ore na shpëto se po digjet. Edhe Greqia u dogjo. Edhe Kroacia u do tash vetëm ta digjet. Mirë, po me që i merr kështu si shembull këto vendet e tjera dhe vendet e Evropës. Kur ka kështu përmbytje të tilla të këtyre përmasave, aty zakonisht qeveria jep dorëheqjen. Tani ky. Po tash i morëm shembull ti marrim deri në fund. Çfarë thua? Tu thafë gjua. Dorëheqje nuk ka, po ka reagim tjetër. Se nuk u ndal me kaq, ka reagim tjetër. Tash çka ka? Gjeti një arsye tjetër pse ndodhin përmbytjet. Dëgjojeni çka ka thënë. Sigurisht që kur jetin plerat dhe shishet plastike nëpër fusha e në anët e rrugëve, ta dheut që e duam vetëm në stadium, kapet çka ka thënë. Edhe godet kështu. Vjen një ditë që shiu me gjyma që i mbledh nga janë nga sjan dhe i dyn në det. Po kur pasaj shiu është aq i furishëm sa ky i fundit nuk arrin dot detin, zakonisht bllokohen gjithë ato grykat e kanaleve. E ka fajin plerat. Po kuptoni, a hodhi fajin plerave dhe njerëzve qytetarë. E kemi fajin ne më miq. Ti e ke fajin. Unë përfiton tu. Ti e ke fajin. Na rënë një pikë që i ram në qafë kryeministrit. Ti morë popull që na ndjek, ti e ke fajin, mos i lidh më plerat nëpër kanale. Vetëm në stadium ti. E vërtetë është. Edhe imagjinoj që në 2012 përdorte të njëjtën retorikë kundrejt PD-s, që po bënin të njëjtën gjë. Po ishte situata atëre. Po mirë, pastaj shiko, ky e ditë ka ku qëndron problemi, që kanë plerat. Po atëre lejë këto të tjera, to merru me plerat, se për na përmbytet Shqipëria, merru që në verë me këto gjëra ato, se na duhet të rregullojmë këto njëherë pastaj. Por edhe ai komenti me duan vetëm në stadium, ky që ka ta marrim te stand-up, ky që ka. Po është i mirë, je i ftuar. Për humor di. Stand-up të Çuditërisht kryeministri nuk reagoi fare ama për këtë lajmin tjetër. Cilin lajm? Përmbytjet në Durrës, banorët në protestë. Përmbytjet janë pasojë e keq menaxhimit dhe abuzimit në fondet, thonë banorësit, jo fatkeqësi natyrore. Dhe ç'është e vërteta nuk duket fare fatkeqësi natyrore, me çfarë po shoh dhe unë që jam amator në fatkeqësi natyrore patjetër, po më duket më shumë si një keq menaxhim i gjithë punëve publike që janë bërë, i gjithë kanaleve, i hidrovorit të ri që u bë me aq buj, po Jemi me PD-n. Jo, më ka me PD-n, janë qytetari thjesht. Shikoj, e nise me ironi, u bëre ironike edhe. Se më u bëre ironike? Poshtër, se the nuk reagoi. Reagoi, po reagoi kështu tinëz. Se pas sa portale për shembull që shkruanin në Durrës një deg e Partisë Demokratike organizon protestën për. Organizon hedhjen e plerave. Ose një tjetër thoshte Po nga do hedhin kryqin, no. Me 10 qytetarë dalin në protestë, me 10. Po pra sigur e ulin. Reagimi i Ramës është ky. Gjithsesi, mor miqtë e mi, ne Diversenterit e shohim gotën gjysmë plot, se ju e dini që ne kemi ardhur t'ju heqim stresin, t'ju sjellin pak pozitivitet. Shikoni tani se si një qytetar jon e shikon jetën më me pozitivitet. Shikoni video. Po mirë. Ashtu si duhet ta shikojmë të gjithë. Çfarë? Policia shtym kohë. Ke kapur gjë? Ja njeriu. Idhull Çfarë ku ka zakonisht Nil vin nga lart. Nga zonat e Pelenës? Po te Pelena, Shushica. Shiko mos gjen dhe frigoriferin tim. Si është fshati përmbysë. I shkreti shqiptari detyruar gjithmonë të bëjë më të mirë nga situata më e keqe e mund. Çfarë të bëj ai tash? Çfarë të bëj Çfarë bëj tri të mbytet? Fol Mario, ishte shumë e bukur. Vuaj për gjithë Shqipërinë, i erdhi e mira në derë. Kur i thon
Tani miq të dalim pak nga kjo situata, se vërtet na u mërziti gjithë javën me këtë situatë e rëndë që ka ndodhur për bashkëqytetarët dhe bashkëtarët tanë. Kalojmë tani në lloqe. O zoti moderator, po s'janë tani lloqe do. Janë në fund, janë në fund. Janë në pjesë të katërt. Po si s'keni besim te moderatori më i mirë në botë? Nuk janë lloqet tona. Janë lloqet e Sali Berishës. Janë lloqet e Sali Berishës. Ndiqini. Për ne janë lloqe. Lloqet. Po çfarë bën kjo? Çfarë ka ato që po thon ky njeriu? Iqeni inteligjencën artificiale në dora. Ti njeriu, iqeni. Ky është kolazhi që ka bërë për mbytje, ëh? Po, I është futur inteligjencë artificiale rënd fare është futur. Dua shumë ta di. Masoj gjyshit inteligjencën artificiale, domethënë. Po. Po ky çes bën në një kështu me AI ku e fiton mandatin, no? Ku i fiton zgjidhjet. Po shi, ka qara buri, ka bërë shumë bukur. Po çka ka bërë ama? Maduro dhe Rama bashkë. Po Maduro që doli, nga doli. Po këto zhytja. Por doni me bas që dikush ja ka çuar këto dhe ai ka besuar në fillim, pastaj Por ky që ka më mirë se ty, valla, ky që ka për të ardhur diversant. Ja, Po Leo. Ore, Ja kjo foto ja. kam përshtypjen edhe unë jam me Leon në këtë pikë që ai i beson vërtet të gjëra. ja ka çuar. Mendon se janë të vërteta, këto i shikon edhe çmendet fare, thotë po si ka mundësi që të reagojnë njerëzit për këto më. Ta përqafojnë në ujë, unë ri. Për pëlitet në varë i shkreti. Partitet ka vdekur akoma. Ta mam për bëlitet në varë. Po normalisht kjo situatë emergjence kishte në mesin e saj dhe një heroin. Kishte kishte një kryefemër që me gjithë hallet që ka me drejtsinë shqiptare ishte aty me qytetarin e përmbytur. Kush ore? Shife kush ishte. Belinda ore. Ka dalë në teren. Me sharmin e saj doli. Me sharmin e saj. La çdo gjë që ka ndodhur së fundmi thatë. Jeni një pas to. Ej, ç'bëhet me përmbytjet? Si është situata? Ma shikoni në internet ç'ka ndodhur kohët e fundit. S'ka lidhje fare, më shikoni mua nëse çdo gjë do bëhet mirë. Ka mundësi ta qepi një Mario. Dikush ta heqi Mario në kjo emision. Shumë lef Mario me. Shumë lef. Ajo mund të ketë dhëmbur vërtet situata tash. Ajo është një nën. Ajo është një nën vërtet. Mos u bëni kaq negativ. Më të bukur ishin lloqet e Saliut. Mos po bëhemi negativ. Madje jam shumë i sigurt që te dalja e radhës do thotë që Mario mjaft të lutem. Me lejoni si moderator. Dalje e radhës nuk do ketë, do jetë futje e radhës. Po miro 300 tyrje për këto familje s'do i ketë. U zhyt fare, u zhyt. Me lejoni si moderatori më i mirë në botë që jam, ta mbyll pjesën e parë me mënyrën më epike të mundshme. Kemi një parodi, Djaloshi dhe Shiu. Djaloshi. Palloshi dhe Shiu. Jo, Djaloshi. Dishin. U prish koha njerëz se po na çajnë kockat. Dhe sa po shiu pik nis me ra. Ky vendi ynë u zhyt përsëri. Bereqet. Ja shiu pik sesh në hapi punë përsëri. Lumej të fap, mbytën plot shtëpi e bagëti. O zemra tak, prit se qa do bë kjo qeveri. Unë nuk e dija që do binte shi se si isha në Shqipëri. Dhe shiu pik, mbuloj qytetin përsëri. Dhe uj bar, fap, unë gatrua bashkë me ujnë e zi. Kolera tak, po troket në derë përsëri. Mos u anko njësoj ka qenë edhe në kohën e gjyshit tim. Bie shi, hidrovori nuk punon as pak. Për çudi, as kanalet nuk I kishim hap. Tu I mendu, si tullatës si ta rregullojmë. S'ka nevoj për investim as pak, leta qëm shiu në spak. E lumë të ja, e gjete zgjidhje në pasha. Mendja si ti, sot për sot në botë jo nuk ka. Të gjithë e dim që fajin shiu I mallkuar na e ka. Ju dua shumë dhe unë, por kam një fjalë ky popull hakeka.
Ama si ndruan po të çdo emision i jetë Muhamet. Kush ju lutem ndrojnë Le ta shijojmë sikur. Po të dikush ne duhet. Miq të Vision Plus. Riktheuni miqtë e Vatra Jone dashur, riktheuni, mos harroni të na bëni follow në rrjetet sociale, subscribe në YouTube, follow në Instagram, se s'keni ku të veni pa ne. Nuk shtyhet jeta pa ne. Te diversantët e të Vision Plus. Ora do thirrjet për sponsor ti ke lënë pas dore o. Po pra, ore sponsorat ku janë që na lën me këtë tavolinë, por si ka mundësi. Ku jeni o biznesmen shqiptar që më shteteni këtë emision kaq biznesmen që bëni tavolina. Te emision revolucionar, se sot kam dhe bluzën sot, ë? Bes jam duhet një tavolinë e re që të kemi një emision më stabil. Unë bëj thirrje për sponsora, Çe bën thirrje Mario sapo e zhyti komplet. Më lejoni të bëj tranzicionin më epik në historinë e televizionit shqiptar. Unë bëj thirrje për sponsora, po lideri i opozitës bën thirrje për bashkim. Por miq, Sali Berisha vendosi që ta rrëzoj Edi Ramën me të gjithë bashkë, të gjithë duart bashkë, me Tikun, ti bijem me Alindin edhe ti bijem ta rrëzojmë. I bëri ftesë, i bëri ftesë. Po, i bëri një ftesë për bashkim gjithë partive të vogla dhe ndiqni videon për më shumë dhe e komentoj. E ka bërë vërtet? E ka bërë vërtet, po. A do ju dërgohet ftesa dhe partive të tjera opozitare që nuk janë aleate me Partinë Demokratike dhe e kanë fjalën për Shqipëria bëhet e Adriatik Klapaj, të gjithave, Lëvizja Bashkë e Arlin Çorit? Të gjithave sa, të gjitha partitë pa përjashtim do ftohen. Ne mendojmë se koha është për të krijuar një front të gjerë. Do frontin e gjerë. Një front të gjerë. E do të gjerë tash, e tha. Të tërë, partia diversantët. Si u përgjigjen këta? Po, shiko, Qori e mohoi bashkimin, Arlin Qori. Po. Stojik Arlin Qori, nuk shkondet na idealet. Po padyshim, bravo. Qori nuk e pa të arsyeshme në këtë rast. Po pse respekt valla, pse respekt? Po pse, o Gert, ka zgjedhur të bëj atë luftën i vetëm, valla, me sa duket, është Hajlande. Vetëm fare. Vetëm tek pull. O kryeministër o Bjerevdis. Shiko, në fakt është që ke Shiko, nuk mund të bashkohesh me atë që ke luftuar gjithë jetën. Shiko, jam dakord. Të bashkohesh me Berishën është kështu si ti jesh modele 20 vjeç, edhe të pranosh të martohesh me një 87 vjeçar. Po pra, është e keq e fare. Ama po pranove të martohesh, duhet të bësh dhe seks me atë. Nuk mendoj se është rasti me Berishën. E imagjinuam gjithë këtë situatë. Është si të shikosh çdo javë njerëzit e gruas, domethënë. Po duke menduar në këtë situatën e Arlindit, për shembull që nuk pranon asnjëri. Doli tha, unë dua vetëm popullin, tha, nuk dua të bashkohet asnjëri. Edhe unë në fakt, edhe unë në fillim isha shumë më pëlqeu kjo gjë që nuk do të bashkohet me asnjë ata të vjetrit se janë të kalbur edhe të kështu. Po Gerti më ndroi mendjen në fakt. Ai burri që s'duket. Na ndro dhe ne Gerti. Jo, po se Gerti më tregoi një moment që nëse do të ndryshosh diçka tash duhet të mbledhësh këto forcat që janë. Po jo me Sali Berishën. Dakor, po mblidhi. Mund të mblidhen të rinë bashk, po. Të rinë po, jam dakord. Shiko, ti bëu bashk, lufto, pastaj ziu prapë me Saliun në luftë. Pastaj hiq Saliun. Kjo është politika në pak fjalë. Kurse, shiko, më erdhi ndërmend edhe një krahasim që është çik hapi i madh, ndoshta, po me Skënderbeun. Kur erdhi Skënderbeu në fillim, e njëjta situatë ishte. Të gjitha fiset ishin të ndara, të gjithë ishin fisdëra. Ama po krahasoj Sali Berishën dhe Skënderbeun. Jo, po them për Arlindin. Për Arlindin. Po, ama kur erdhi Skënderbeu ishin si ishin këta i bashkoi të gjithë. Aty ishte Berisha edhe në kohë. Domethënë ai që do ta bëjë këtë ndryshimin duhet i bashkojë të gjithë pavarësisht se si janë. Po ka fuqi ky njeri dhe autoriteti ta bëj këtë si bashkim. Pse vetëm e ka vetëm. Apo Berishi jo më Gerti, po vetëm është çik vështirë ta bësh vetëm. Dha ai nuk ka. Sa mund të frymëzoj Berisha tashin me këta të rinjtë domethënë. Ora, çështja është i mbledhësh edhe ti do jesh prisi aty. Përdorimin e inteligjencës artificiale. Është lart fare blek. Në këtë situatë hipotetike Gerti me që e pas ndryshuar mendjen, Besit prisi udhëheqësi si Berisha do jetë. Jo, ai do jetë. Jo, do jetë Tiku. Kujt do ja lë Berisha në dorë? Bashkimin e partive. Po pra Tiku ka thënë që jo, dhe Tiku e mohon bashkimin. Edhe Tiku e mohon. Bravo. Tiku në fillim sigurisht për bashkim. Jo. Tiku ishte me dy mendje. E kishte një çik kështu si. Jo më mohoi dhe Tiku. E mohoi, ë? Dhe mirë bëri. Po megjithse Adriatiku ka dhe hallet tjera, nuk ka merr me Berishën tani. Po. Ndiqni videon se çfarë hallesh ka Adriatiku. Vazhdon me halle ky njeri. Ju ftoj, na duhen 100 karrige. Na duhet karton. Na duhet plasmas 20 metra i gjatë me 10 metra i gjerë, nga i trashi i miri.
na duhen grosse për natën, nga këto të bomblave. Një dy gjupa. Donte edhe karton të trasha. Nuk i mjafton. Jo do si dorë, ju që sillni. Do bën komunitet, po bën qytet aty. Një sekond, 100 karike që do ata 30 vetëna. Apo do shtrin këmbët. Po mirë, do pleno. Te një krehato. Në karikeve kokën dhe tjetra këmbët. Ore, imagjinoni ndonjëherë sikur ti funksionoi tikut kjo. Po do jetë epike. Mund të jetë kështu siç ka qenë ajo tortura në Japoni me atë pikën e ujit që bënin. Po që pik binte. Po edhe Rama çdo ditë sa e kalon në punë shikon këtë. Çdo ditë do të bëhet kështu fare, unë do të dorë fare se do të. Do na vërë dhe ne në sedër, pastaj do ngblidhen gjithë njerëzit me karige plastike. Unë isha aty që në fillim. Na merre. Ishte precedenti pa parë do ishte, ka drejt besi. Po për te problemeve Tiku gjeti dhe i moment dhe doli me një propozim konkret për një kryeministër të ri që do e shpëtoj këtë vend nga kjo problematika të mëdha. Kushërinë e parë ka qenë. Po sa i keq mos e shih. Jo Llapaj. E ka Llapaj, jo Llapaj. Llapaj propozon Tritan Kalon ose përbarim Kabon, profesorin përbarim Kabon, për kryeministër në qeverinë teknike. Dy kryeministër. S'do të jetë as vetë. Jo, njërin nga të dy, jo, dy kryeministër, o Tritan Kalon, mjekun e njohur, edhe të respektuar dhe ose profesor përbarim. Po, bën këtë lloj që ja, se unë s'dua të jem unë kryeministër. Megjithëse do njëri kompetent në profesor Kabon do e doja kryeministër, është mbreti i futbollit. E keni parë çfarë analizë bën? Po mirë, po çfarë tan. Shikojmë çfarë skeme do bëjnë edhe pastaj me qeverinë. Po mirë, ky ka propozuar dy ose njërin ose tjetrin, po kush nga këta të dy apo kush e vendos apo? Tani kush do hedhi një shpat aty, kush e kapi parë, do bëjë duel për vdekje. I ka vënë në sherr dhe këta të dy rezi. Kush e mori stafetën në dorë nga këta? Tani, Llapaj, më falni, Tritan Kalo u shpreh. Ja, pas ka reaguar. Pati një reagim nga zoti Tritan Kalo. Llapaj ka shprehur një dëshmirë pa u konsultuar më parë me mua, sa Tritan Kalo. Nuk kam asnjë ambicie politike. Kontributin tim e ka dhënë në mjeksi. Tritan Kalo nuk do të bëhet. U më njanua Tritan Kalo. E po fitoi përparim Kapo pastaj. Hajde ta gëzojmë. Jo, po nuk kemi reagim ne akoma, dale. Ndërkohë më miqtë mi kalojmë në një situatë tjetër tani që dua situatë kaotike. Do t'ju mërzis tani, do t'ju mërzis. Tani na gëzove. Jo, tani bez do qash. Në ato sytë tu plot dhimbje, do dalë një lot. Më bëj një zoom në sy. Gjykata le Ilir Metën në burg. Avokati ti, Cakrani, po dëgjoje tani historinë, është e dhimbshme. Avokati vet, Cakrani, kreu i Partisë së Liris nuk ka pasuri për garancin. Çfarë thua? Kam ofruar të lënë një nga pronat e mia. Avokati vetë. Sa i mirë. Ore, un kam 25000 lekë tani. I mbledhin. Hajde bëjmë gjithë bashkë. Ta hapim një GoFundMe. Gjithë shqiptarëve ta hapin një GoFundMe, Gerti, lutem. Tani ky thot, unë do kam ofruar një nga pronat e mia si garanci dhe prapë kanë lënë në burg. Ka qenë që madhe prona sa duhet. Ç'a ka ofruar? Ç'a prona? Ka një plus 1. Ore, mos nuk ka vërtet ish presidenti. Se mos bëjmë edhe ne të këqij tani. Ja, plak të mund duke sikur ky avokati e ka bërë provë para pasyrë tani. Sot do thuash që ai s'ka asnjë lek, zero fare. Ne di ç'a tregon kjo valla. Që kur ndahesh nga i merr të gjitha gruaja. I mori dhe macen. O Gerti, po a funksionojnë këto vëlla? E ka parë njëri këtë lajmin, këtë videon që kemi parë të tre, ka thënë, "Ua, sa gjuna fare, shiku ka përfunduar." Normalisht e kam parë dhe ka thënë, "Jo, s'është e vërtetë se ka gjithë ato prona, tallesh ti." Po ne e kemi parë apo? Në shtëpi e ka? Unë mendoj që është ndryshe situata. Opa, bes. Likja po bën këtë lojën, siç e bëjnë zakonisht njerëzit kur hipin në autobus, që vjen fatorinëja dhe i nxjerrin 5 vjeçën për të paguar biletën. Nuk kam të kthej. E pa lere fare. Edhe Lika i thot këtij avokatit, "Shiko se kanë vetëm lingota ari." Kam të paguar këtë gjë. Si ti përkthej më këto. Akuza shumë të forta Gerti Besi. Ai ka menduar se ka marrë atë për avokat, atë Sol Goodmanin, domethënë edhe është Lalo Salamanca brenda në. Gjithsesi hapeni ftoj Pupes edhe Gerti ta hapin atë linkun tani të japin sa donacione gjithë shqiptarët. Po dhe ne çka kemi këtu 3 bira 25 Po ja, do japin të tavolinën. Do të çojmë të carrush që të bëjë atë rakinë. Kapë edhe një ta çojmë të tavolinën, Ta shesin tavolinën po. Tani do kalojmë në një lajm akoma më të trisht. Mos e na zhytë fare. Kthejmë Pupthi nga ish presidenti, do kalojmë pak në situatën e mjekësisë shqiptare, se është vërtet. Nuk di çfarë do jo, po që është vërtet se nuk di çfarë do lexoj tjetër në këtë vend. Na e thuaj. Në këtë vendin tonë të bukur. Arrestohet ginekologu në Tiranë. Rau kryenfermieri në vendin e Purnës. Kryenfermierën. Po pse? Po pse më burr? Po pse? Po pse e rau sepse nuk ishte bindur gjatë një momente punë, nuk ishte. Si kishte ndar lekët si duhet. Po çfarë bëhet me këtë mjekësinë valla?
Te s'kemi mjek, s'kemi krye infermier, s'kemi te i rajnë, që na bëjë? Dhe këta që janë rrien? Më duket se ky lajm në fakt nuk u bë shumë. Jo, kaloj nën. Po nga lajmi thoshte që kishte bërë zakon ky më duket, Si ishte rrah serial? Po, si ishte ere parë, jo. Kishte 11 akuza. 11 raura. Si 11 raura. Shiko, kaloi një çik kështu si sher bandash kjo. Se kur ndodh për shembull që një pacient re një mjek bëhet çike madhe kjo. Pra po. Po, edhe kurse në banda për shembull kur vasin njëri tjetrin, ai mos e njëri tjetrit. Edhe kjo kështu, ai mos e mjekët njëri tjetrit. Unë nga ky lajm marr faktin që kaq shumë nevojë paska për mjek në Shqipëri, sa dhe ky që ka rrahur 11 infermier domethënë. E lanë të lirë. Aty është akoma, nuk na duhet, s'kemi ç'i bëjmë, nuk e burgosim. Po çfarë, si s'kemi ç'i bëjmë, ky po na i largon. Të gjithë e dinë që mjekët kanë dorë disha, kështu që. Ma rifte më ginekologun kisha marrë direkt, i kisha ikur Gjermani tash. Dorë kanë, sidomos ginekologët. Një mesazh për gjithë mjekët dhe ginekologët, mos i rifni më mor infermierët. Tani shikoni ca reklama dhe rikthehemi në pjesën e tretë. Shkrepe. Bo. Zjarë. Zjarë, po edhe këtë e kisha ndruesh. Po na vjen për të vjellë. Me muzikë metalika futemi në këtë pjesë të tretë. Mos harroni që dhe ti, mik që po na ndjek, mund të bëhesh diversant duke furnizuar kolegun tim Leon me llëqe. Ju mund të bëheni pjesë e këtij emisioni duke na furnizuar me temëra dhe me video të ndryshme. Jo vetëm ti, dhe ti pasanik mund të dhe ti pasanik mund të kontribuosh me një tavolinë të hajrit. Na jep ca llëqe kështu nga këto. Tani miq, mbani veten se do kalojmë në një lajm të stërfolur të javë, po do kalojmë në një operacion që tronditi gjithë historinë e operacioneve ushtarake, gjithë filmat që kemi parë ne fëmijët e viteve 90, na ka tronditur ekzistencën. Delta Force arrestoi Maduron për 45 sekonda, por mi çfarë 45 sekonda presidenti i Venezuelës. E 300 45 sekonda. Shiko. Është pak, nuk është shumë lajm i sakt 45 sekonda. Po 45 sekonda. 45 sekonda ishte nga momenti kur zbarkuan dhe u futën te. Ishte 36 vërtet. Se i Vajtja ishte duke fjetur, i Vajtja Delta Force i tha ja të vishen. Jo, unë mendoj se kanë gjetur gati të veshura dhe biletë me valizën dorë. Edhe çfarë veshje mor Gerti, çfarë veshje? Veshja ishte speciale veshe. Speciale me ato syzet. Shiko, gjithsesi nuk ishte rezistencë fare, kjo është për tu Kjo të bën të dyshosh që ishte një shfaqje e madhe. Se çaj këto tash, jo po 45 sekonda, jo po forcat zbitën nga qielli, jo po ndroi 4 herë fustanin, se edhe ajo ndrimi i veshjes ishte pa lidhje këto që. Po është ndruanja 9 euro në çdo në 24 orë që kanë marrë deri në New York, është ndruar. Trumpi këtej postonte video me AI si Berisha kështu. Pse thanë që dikush nga Çamëria ishte pjesë e Delta Force? Po është vërtet, Gerdi, se diti, e kemi dëgjuar të lajmin. Ka një djalë nga Çamëria punon te Delta Force. E ka muhabet na brenda unë. Punon. Po punon, çfarë bën? Ma po, si punon. Çfarë elektricist çfarë? Jo, është tani këta Delta Force janë agent, nuk i dihet identiteti. Ky është përveç nga Çamëria që e di ti. Tani unë nuk e di të sigurt, po e kam dëgjuar në për. E ka kapur sëmundja e Karamuços dhe këtë. E di ka ky se din ata. Është goditje e madhe kjo. Vetë këta nga Çamëria. Po si e shihni ju miqëmi, si e shihni këtë ndërhyrje të presidentit të Amerikës në Venezuelë? Domethënë bëri mirë apo bëri keq? Bëri mirë apo bëri keq që se mua më duket shumë keq në fakt që futet. Tash varet nga këndvështrimi i kujt, se nga këndvështrimi i Amerikës bëri shumë mirë. Jo, edhe Amerika është ndarë në dysh. Ekspandoi perandorinë e vet. Ekspandoi. Domethënë është fut për naftë thua ti Bes? Jo. Tash si jo. Normal që fut për naftë edhe për pasurira. E pra po, një sekond, sepse nëse ti thua normal është futur për naftë, duhet ta hedhësh poshtë. Duhet ta hedhësh poshtë, se ti nuk mund të futesh, ti nuk mund thjesht të zaptosh një vend, të thyesh edhe rregullat. Pse jo? Pse jo? Ku do ankohesh? Ku do vesh? Jo, nuk e ti do. Po për të drejtat njerëzore? Po, për të drejtat. Po pyet për të drejtat njerëzore. Në anë tjetër, nëse Maduro ishte diktator edhe atëherë shumë mirë, mund të thuash mirë bëri se edhe Venezuelën e liroi në të gjithë videot që kanë dalë nga Venezuela dhe kjo ishte të vinte shumë çuditshëm nga videot që kemi parë në Amerikë që dilin amerikanët protestonin liri për Venezuelën me idenë që
ishte shumë e gabuar kjo që bëri Trumpi. Nga ana tjetër, të gjithë videot që kanë dalë nga Venezuela janë Venezuela në fest, të lumtur. Gjithë videot që ke parti. Po mbase që kanë qenë. Jo, vërtet, kështu kanë qenë, shumica kanë qenë në këtë prizëm, po shoqëri që u shtruan, po tashi me këtë logjik I bie që nëse ti e rrezove këtë si regjim, këtë si diktator, si rej Rusisë që në fillim. Po pse merremi ne me këtë mohabet që ai doli ta vetore un po I bie për naftën këtyre. Po pra, ne tha, kështu që ndoshta nuk e ka për naftën ai. Po ai e ka vetë. Në fakt, është edhe një plan tjetër I të parit që është çiksi konspiraci më shumë. Po? Thonë që ky Maduro e ka prishur mohabetin me shumë krye miliarderë të ndryshëm të zonës dhe të Amerikës, që nuk ka respektuar shumë kontrata me këta. Edhe këta u mërzitën një moment e I thanë ore bjeri këti. Bjeri, I ke qafe, mere brenda natës, bashkë me të shoqen. Por po sa naft pas ka pas Venezuela. Po, është vëndi parë në botë bjerti për naft. Ja kalon dhe Arabi Saudite. Super rezerva. Shumë I pasur minerale, se populli është duke vuajtur në këtë rast. Më thënë, është popull një ndër popujt më të varfër në botë. Ku di gjeti? Ku di gjeti? Ke qenë ti në Venezuelë? Çfarë na tregon? Çfarë lajmesh? Kam kunatin nga Venezuela. Është I brendshëm. Në fakt ka shumë ka për një pus. Jo, ka shumë të dhëna për diktator lëqe që ka bërë ky Maduro, kështu për censurime, vrasje armiqshe gazetarësh. Deri ishte se fakti që kanë dalë të gjithë videot nga Venezuela janë populli I Venezuelës duke I lumtur në maksimum. Shiko, ato nuk mund të mbështetesh në videot që dalin, ato janë gjithmonë një narrativ e shtyrë nga një X krah. Po të bëjnë edhe shumë të mendosh për faktin që mo gjithë to rezerva nafte që kanë gjithë to pasuri, domethënë edhe prap listohet si një nga popujt më të varfër në botë. Sepse ekonomia kryesisht është fokusuar vetëm te nxjerrja E naftës dhe çdo sektor tjetër është. Po Venezuela që ka si bulqiza? Bulqiza aq. Po, unë nga gjithë kjo situatë kuptova që Marioja e ka shumë për zemër popullin E Venezuelës. E ka. Na dy lexoj edhe një lajm. Viva la revolucion. Arrestimi Maduros. Venezuela I kthen shpinën Kinës dhe I dërgon SBA-s naftë me vlerë $2 miliard direkt e pas situatës. Më kupton ditë tani? Është e qartë. Ishte një falënderim për na merri $2 miliard. Problematike është kjo Lali, problematike. Venezuela është pjesë e BRICS-it, është pjesë ekonomike me Kinën, është në aleancë ekonomike me Kinën, me Rusinë. Çuditërisht ishin shumë të heshtur në këtë. Jo, nuk ishin aq të heshtur. Nuk ishin aq të heshtur ata se këto media tona nuk I pasqyruan, po kishin bërë reagim shumë të fortë ata, dhe Kina dhe Rusia. Qa kishin thënë? Mos të bëja të gjenë. Qa kishin thënë? Po se si ke lexuar ti, do të që s'kam thënë gjë ata. Unë ndjek vetëm lajmet e Venezuelës. Vetëm si e nën Venezuelën. Shikoj, një nga gjërat më të bukura në arrestimin e presidentit Maduro ishte që highlighti I gjithë kësaj ishte krahasimi dhe me kryeministin tonë që thoni. Në Shqipëri doli dhe fjala që do t'i vi dhe Radha Edi Rama si që erdhi Maduros. Kjo doli nga mediat të madhit Sali Berisha. Si shihni këtë situatë, këtë narracion? Ishte, domethënë, krahasimi nisi që te fakti që Trumpi gjëja e parë që tha është që ne po shkojmë po marrim Maduron sepse Venezuela është bërë një narkoshtet. Sepse është burri lig. Sepse është burri lig dhe Venezuela është bërë narkoshtet dhe po sjell të gjithë droga po vjen në Amerikë dhe po vdesin amerikanë dhe dëgjoj Saliu narkoshtet. Opa, nuk ishte vetëm Saliu, ishin goxha, do edhe opinioniste dhe analiste dolën e folën vetëm me vrau një çik kjo. Do jetë e fortë sikur të vinë me të vërtet këtu e në vend të marrin Ramën të marrin Saliu. Ajo do të zëjo. Po kështu me shumë gjasa do e marrin Saliu. Kush nga të dy ka më shumë gjasa ditë në gjumë në ato orë? Mua më vrau një çik si ideologji apo si narrativ kjo që pritëm direkt do vi tani Amerika të marrë Ramën. Po presim Amerikën. Se duket që jetojmë akoma në prallo, jemi kështu, mendojmë që ne jemi kësulkuqja, edhe po presim të vi gjahtari nga Amerika të na shpëtojë, ndërkohë ne jemi gjyshja që ëngri ujku, jemi. Po jo, kjo tregon edhe nga një anë që ligjet ndërkombëtare I kanë hedhur në plera, edhe kjo me këtë tregon domethënë që Amerika mund të bëjë çfarë do kur të dojë domethënë. Ja se do kalojmë dhe aty. Tani e kuptove ti. Po sot erdha nga Venezuela. Dale se ka diçka një të vërtetë tu që ka nisur diçka për kryeministin Edi Rama. U kam informacione. Çfarë thua? Po.
Lëvizja për arrestimin e Ramës ka filluar. Pamjet që do ndishin tani miq janë shokuese. Na vin direkt nga shtëpia filmografike e Partisë Demokratike. Ndiqni trailerin e filmit më të ri në treg. PD Delta Force. Ma kjo për Delta Force. Mirë, dua të gjite miq krye film. Se të presin njerëzit Odiseja në Nola dhe ja filmi më i bukur i gjithë vitit. Po, kryeve. Ha, më shikon me jemi. Ti mund të presi eksodin shqiptar. Me që se jemi tani të rendi botor dhe të gjithë situata, të flasim pak dhe për një ngjarje tjetër shumë të rëndë. Se jemi në prag lufte. Tani jemi në situatë të rëndë. Ndiqni videon se çfarë shprehet presidenti Donald Trump për aneksimin e Groenlandës. Prap ky me këtë. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Sa bullizus, mërë bursa. Dhe ata në kopër që më ka marrë në gjërën e kuqe. E dua. Si jemi në këtë situatë, më mirë? Pse s'na kërkon dhe ne kështu, Allah, pse s'na kërkon. Hajde është mbushur plot me serbe me grek këtu, Allah, hajde. Populli shqiptar nuk bie aq lehtë, Gerti, kujdes. Kemi nevojë për librazhdin. Bëna duhet. Merr librazhdin, pastaj merr dhe prenjasin, edhe hajde me. Çiko ma kjo me këtë Greenlandin më kujton një çik historinë e hershme të vikingëve. Që kur u mbi popullua vikingllëku atëre, zbuluan Greenlandin këta, e panë që ishte tokë e akullt fare dhe kur u kthyen I gënjyen tha, ore andaj është jeshillëk, jeshillëk, edhe beshuan gjithë vikingët andaj. Edhe kam përshtypjen që Trumpi po lexon një libër për vikingët edhe është e pjesa që është jeshillëk andaj. Jo, diçka djej po. Mirë Venezuelën e mori për naftë, po këtë ç'do, ha? E pra, se thotë jeshillëk. Ç'do ketë andaj? Për siguri kombëtare. Po ç'mund të ketë atë siguri kombëtare? Po ky thotë që ka zbarkuar anijet ruse dhe kineze dhe janë shumë afër nesh dhe Danimarka nuk na mbron dot. Ore bëj një telefon karamuçës, mos ka informacion. Ka vetëm burime natyrore, domethënë është wow. Po s'ka italian. Po çfarë janë kryesisht burime natyrore që televizionet e Grenlanda është super e pasur, domethënë me unë këtë nuk e di. Ai listën me burime natyrore të mundshme që I hyn në punë këtyre I ka e gjitha Grenlanda. Zero, çka ka? Është e gjitha për atë. Ka një kunat në Grenlandë. Kjo ishte. Jo, vërtet se para disa orësh tani që po flasim, domethënë një nga sekretarët e shtetit në Amerikë kishte bërë shumë të qartë që ne duam Grenlandën se ka natural resources ta. Nuk e lem dot. Çka ka? Unë këtë nuk e di. Burime natyrore, nuk e lem dot ikë. Po mirë, bravo I qoftë. Nuk e le këta, po BE-ja reagoi pas kësaj thirrje. Sepse Bashkimi Evropian pa videon dhe pas deklaratave të Trump. Po pak videon pa emision diversantët. Pa diversantët. NATO merr në mbrojtje Grenlandën. Çfarë ti bësh ball Amerikë? Ku I bën ball Delta Force dot? NATO në drejton Amerika, si mori NATO. Gjo Gerti, ministri I jashtëm gjerman Johannes Wonderful tha se Grenlanda I përket Danimarkës dhe se NATO mund të zhvillojë bisedime për të forcuar mbrojtjen e saj nëse është e nevojshme. Ku ka shanse NATO? Me lekët e Amerikës. Po ku ka shanse NATO të përballet me Amerikën? Po talo se po fut NATO janë lutë me Arikën. Do futemi dhe ne. Imagjino ne do t'i biem Trumpit. Do kapim Amerikën. Po valla I biem. Lera Grenlandën. Ore mirë këto, po fut NATO në luftë me Amerikën, I bie që dhe Amerika të bëj luftë me Amerikën. Po pra, ne do mbrojmë Grenlandën me NATO-n të cilën financon tipos currency, është muhabet I gjatë. Po që un kam përshtypjen kjo puna e Grenlandës, un këtë që thot Mario nuk e dija që Grenlanda që ka e mbushur me resurse. Po se s'ke njerëz në Grenlandë, se Mario. Un këtë nuk e dija, po kam përshtypjen që kjo është ndoshta un ja fuskot, po këtë kam mbledhur un nga gjërat që kam parë. Kam përshtypjen ky thjesht po bën flex, Trumpi thjesht po thotë, "Është puna, nuk edhe thjesht po thotë unë tash e Venezuelën e bëra, tha në Meksik jemi të gatshëm të futemi nga momenti në moment nëse kartelat vazhdojnë me shpërndarjen e drogës, edhe me gjëra fjalë edhe Groenlandën. Groenlanda është e mbushur me rusë dhe me kinezë dhe do shkoj dhe unë ta marr. Kam përshtypjen thjesht po thotë, "Është puna, ju s'bëni asgjë s'bëni dot." Po pse si bie serbit kjo valla? Po çfarë bie serbit? Ai pas kësaj kishte thënë do t'i biem Iranit. Iranit? Po, mos harroni që Irani tani po kalon revolucionin më të madh që nga 1979, domethënë që gjithë populli është ngritur në këmbë. Mua, e di çfarë më shqetëson? Që Mario. Pjesa e gjës është
Se do më thënë, po ndodhin gjithë të gjëra dhe jemi mbledhur në të 4 këtu, të 5 këtu, edhe themi po këta ku dalejnë. Edhe në qoftë se është vërtet kështu si themi ne. Po kjo është fuqia e televizionit, më bes. Kjo është fuqia e Vizion Plus. Prandaj jemi këtu ku jemi. Tani le t'ju them, ta kalojmë, hidhemi në këtë temë, tregoj pak si të bëni lek. E lam luftën botërore. E lam luftën botërore. Doni, ore, dal më se do bëjmë lek. Do t'ju tregoj një recetë miqtë mi, si të bëni miliarda lek dhe mos keni më këtë tavolinë që kemi ne këtu tek emision. Shiko, unë do ja them juve se unë vetë se kam përdor. Video 10 orëshe me vatër dhe zjarr fiton $1 milion në YouTube nga views-at. Ç'është kjo video? Si me video me çfarë? Video 10 orë? Po, është një video në YouTube që është thjesht një zjarr bubulak, një vatër që është si oxhak fallso, domethënë që ti e vendos te televizori. E vën njerëzit në për televizore, në lokale, në për kështu. Po, në për lokale dhe ajo gjeneron shumë views, ti fiton lek. Po çelim kod ne bëjmë emisione këtu. Hajde bëjmë. Lëm thjesht një zjarr që digjet këtu. Hajde bëjmë. Ose mendoj, e ke parasysh atë foton që ka Adriatiku dhe i ulur në karrige, mund ta bëj 10 orë Adriatiku just sitting, çena ata. Thjesht i ulur dhe shikon nga kamera. Është mirë, është ide mirë. Ose 10 orë një njeri që shpullose Endri Shabanin. Jo se po incentivojmë dhuni. Ose 10 orë Bleni Feziu që kërcen për shumë me video. Po është ai që grushton Berishën, no. Mjaft me dhunë tja. Po bën me dhunë që është shumë i dhunshëm. Në fakt është çik demoralizuese kjo gjëja, domethënë fiton tjetri $1 milion vetëm se vuri një zjarr aty. Imagjino ata që bëjnë oxhaqe prej vërtetit. Që u bie bretku. Ti e bën një oxhaq me AI $1 milion në YouTube. Ne që ndezim zjarrin falas, po. Mi që bën një oxhaqe mos u mërzisni, na sillni një tavolinë ne. Na sillni ne një oxhaq ata. Një oxhaq ta keni këtu. Do bëja një batutë shumë të keqe, po miku, Jepi. Bë. Imagjino Prometeu. Okej, mbyllim që këtu. Le të kalojmë në një gjetje që ka bërë bota e psikologjisë. Çfarë? Psikologët zbulojnë një tip të ri personaliteti. Dhe e imagjinoj do të çfarë tipi i ri si quhet? Mund na thosh çdo personalitete që ekzistojnë. Po, ke introvert, ke ekstrovert, ke sanguin. Po, të që kanë gjetë sanguin. E po leta se ja futa kod, mos më gjikoni. Të që kanë gjetë ta psikologët, quhet otrovert. Otrovert. Në përdorim popullor online, otrovertët përshkruhen si persona fleksibël në sjellje. Herë të qetë dhe herë të tërhequr. Si Mario pak a shumë. Herë social dhe herë të hapur. Bipolar. Po që kanë thjesht njerëz normal. Si Mario. Njerëz normal. Po si e traumatojnë si gjetje këto vëlla? Çfarë nda? Vëlla, është kjo që po thot Bezi ja thjesht njerëz normale, vëlla. Po se kategorizohet kështu se është mania e njerëzve tani për të gjetur ç'a janë. Duan se s'bën një, si quhet në shqip, më falni për ignorancë. Për të gjetur një label thotë. Duan një markë, kategorizim. Një kategorizim, duan të përkasin diku, unë jam introvert, unë jam ekstrovert, unë jam otrovert. Unë jam diversant. Të dyja. Si shërohet kjo? Se s'mund. Të bën pjesë e jona, të bën diversante. Se ku doja të dilja o Gerti? Te ilaçe. Se kjo mjekësia moderne është bërë fiks si arti modern, që bën një shkaravin në mur edhe është gjë e madhe. Kjo edhe mjekësia moderne nxjerr një otrovert bëhet gjë e madhe. Po ma shiko kur të nxjerrë një ilaç tash që do thonë që kjo është vetëm për otrovertët. Shëron otrovertitetin? Po, otrovertizmin. Otroversialitetin. Edhe dalë unë për shembull që përfaqësoj otrovertët, domethënë që ne s'kemi nevojë për kurrë. Jo, po edhe është puna që dhe pirja e ilaçeve është bërë modë tani kur jemi ilaçe e kështu sa jam me ilaçe. Kështu si je cool kur ke. Po. Tani kalojmë në atë që njerëzit e dallojnë që është një reklam dhe ne fitojmë lek nga kjo. Ndiqini, rikthehemi për pjesën e fundit. Te adresoj këtë muzikën, nuk e do. Kude këtë të qefur. Do e filloj këtë pjesë 4 dhe më të bukur sipas gjithë statistikave me një thirrje për të hequr të këngën e tranzicionit që kalojmë në pjesën e 3 produksionit. Ju lutem miqeni vetes, unë kam zgjedh.
Miq, mirë se erdhët te pjesa e 4 dhe më e bukur e këtij emisioni. Është e fundit. Që është e fundit. Faleminderit që na ndiqni çdo diel. Ju dërgojmë shumë dashuri dhe faleminderit për komentet. Falimentime për. Mëndin falimentime kemi. Faleminderit për komentet që na çoni çdo javë në YouTube. Na kishin shtar keq. Ato duam ne na shajnë. Na shajnë akoma më shumë, na komentoni se na ndihmoni shumë. Mos harroni, hapni tani telefonin tuaj, subscribe te Vision Plus në YouTube. Dhe komente pa fund të na shani në diversant. Jo, shani Andin, vlla. Mua më jo, të lutem. Tani do ju tregoj miqë mi që shteti shqiptar na ka dëgjuar ne. Brenda një emisioni na ka dëgjuar dhe ka bërë lek me atë videon e YouTube-it të Vatrës së Zjarrit. Sepse kam një lek të çmendur. Buxheti i shtetit hyn në dhjetor me të prit 500 milionë euro. 500 milionë euro. Shteti shqiptar miqë mi nuk po harxhon as edhe një lek. 500 milionë euro suficit i bie, ëh? Suficit. Po, o Gert nuk pa harxohet leko vlla. Nuk ka investim. Po prandaj u përmbyt Durrësi, sa duket, se s'kan bërë asnjë investim. 500 milionë lekë kemi gjendje domethënë. Si e shpjegoni mo, ëh? Ti e ke gjithë ditur sot. Duhet të dëgjoj një mendim shumë therrës. Po. Kam përshtypjen se nga këto arresto një, arresto tjetri. Sigur. Edhe sigur se këto janë të gjitha lekë që supozohet të ishin lekë që duhet të investoheshin në, domethënë lekë që janë mbetur nga taksat, edhe duhet të investoheshin për ndërtime, kanalizime, hidrovë, shkolla, në për çdo gjë. Edhe këto nuk janë përdorur fare këto lekë, prandaj jemi plus 500 milionë euro. Edhe kam përshtypjen që janë tremburaj shumë këta zyrtarët. Po ç'më duhet mua me letërinë atje, as duhet i prek fare. Imagjino ç'a bën në ministri tani, që tenderohet një printer i thjeshtë të blej. Le mbas si shtyp shkronjën, do bëj me atë, si e makinë të shkrimit. I shkruaj vetë. Lekët leri atje. 500 milionë euro plus janë shumë. Ku shkojnë këto lekë valla? Kush i merr atë, çai bën apo? Po jo, aty unë di, tani unë jam ekspert, po di që aty ngjersa të shfrytëzohen. Dhe kush i aty ato? Aty që zrinë. Aty ku janë? I marrin diversantët për stilolapsa të rinj. Po çfarë edhe te kjo tavolini përkthejmë ato lekë që marrin. Talleni ju. Do ishte mirë ti shpërndanin prapë në popull, po ashtu me që si përdorin këta, ti përdorim ne. Ne kemi ekspertin ton se do na sqaroj ai çdo gjë. Dëgjoni ekspertin. Përshëndetje i dashur. Përshëndetje zoti ekspert. Përshëndetje o të paditur. E nisë keq, të paditur. Po ti di sa të paditur jemi ne një. Kujdes me fjalët. Tani po të ishit të ditur ju, nuk do ishit lidhur me mua. Mjeshtrin ekonomisë dhe financës aplikuar bukur. Aplikuar bukur. Nga pamja nuk duket e aplikuar aq bukur, me thënë drejtën. Pastaj siç nga kjo ekonomia aplikuar bukur. Ja shikoj. E aplikuar ashtu siç duhet atje ku duhet. Po në vendin e duhur. Na sqarojnë çik tash për të mohabetin. Hajde jemi për punë. Qeveria ka dalë 500 milionë euro suficit. Është mirë apo është keq, na e thuaj? Sa ore? 500 milionë euro. Ke të shkruar në tabel 500 milionë shok. Është mirë apo keq tash? Tani varet çuna varet. Ju për kë votoni për shumë? Po çfarë? Mos na fut në këto kanale tani kë votoni. Ç'a lidhje ka? Po. Po tani ka lidhje morlla se jo gjithmonë, do me thënë, jo se gjithmonë ka disa këvështrime të parit të gjërave. Sidomos të ekonomi. Ekonomia nuk është shkencë eksakte që Vetëmja që është, po qa është shkencë emocionale është ekonomia. Ma shikoj, na thuaj të vërtetën tani, si është kjo puna e suficitit, na sqarojnë çik. Okej, çuna me ju do t'rregojmë drejt për drejt se më pëlqeni shumë. Tani do t'rregohemi drejt për drejt stile Endri Shabani. Mos, jo atë stil. Stili i ri ky jo. Stili pa dëgjuar ndonjëherë. Por është një stil i ri që ka filluar të aplikohet në këto kohë të fundit. Për fat të keq që thuaj, po. Atëre. Na thuaj. Shteti ka dalë me plus 500 milionë euro tham, apo jo? Po e tham të po. Kaq mjafton për ta kuptuar që është një gjë pozitive. Po mirë, dakord. Ku i gjen këto 500 milionë euro, Po pra, edhe çfarë bëri qeveria që doli këto 500 milionë euro? Si doli kështu? Po është e thjeshtë më çuna, është e thjeshtë më sa. Qeveria ka mbledhur më shumë para se sa ka shpenzuar. Po. Pra, ka mbledhur më shumë para nga taksat, nga doganat, dhe nga këto gjëra kështu bllëm, edhe ka shpenzuar më pak. Po, e kuptoj, po ku ka shpenzuar më pak? Ne pa ku si i ka kursyer, ku i ka kursyer? Ku ka kursyer? Po ja këto me pagat pensionet, investimet, shërbime publike, këto gjëra. Edhe një herë më fal, edhe një herë. Po ja me këto pagat pensionet, investimet, shërbime publike, këto gjëra. Sa pozitive që nga, s'pas ka dhënë paga, s'pas ka dhënë pensione. Po domethënë ka mbledhur lek nga njerëzit dhe nuk i ka shpërndar atje ku duhet i bie, ëh, kështu i bie. Sa bukur, shumë pozitive që nga. Dgjoj, ku shkojnë këto 500 milionë tani? Ja më do në fiks në shteg, mu në shteg më keni dalë. Këtë do ndim. Prandaj thash që ekonomia nuk është shkencë eksakte. Këto para nuk dihet ku të shkojnë. Ç'është kjo? Ç'a do të thotë? Pritani, varet nga gjendja emocionale e qeverisë. Po, se tham që është emocionale. Po rëndësi ka që jemi plus, e kuptua tani? Kaq të dimë, po. Po mirë, dalet tash ti si ekonomist, nuk e çik nuhatje ku do shkojnë këto lekë tash, na thuaj një gjë. Ty si ta thot Radakja jote për ekonomisti?
Atëherë këto para mund t'i përdorim për të paguar borxhet te FMN-ja. Mund të përdoren për pensionet. Sa mirë. Prit, mund të përdoren për emergjenca të ndryshme për shembull. Po kjo është e mirë. Fiksi këto emergjencat e përmbytjeve që kemi tani. Po prit tani, se por duke qenë se ekonomia nuk është shkencë eksakte, është një shkencë që të rrëshken nga duart kështu si gjarpër. Nuk i dihet asnjëherë. Po ju them nga eksperienca që ka treguar zakonisht lajme si ky suficitit 500 milionësh zakonisht harrohen shpejt, a kupton? Dhe nuk merret për njerëz se si u përdor 500 milionë. Po ç'a është kjo valla? Ç'a do të thotë? Jo, po nuk përdoren. Ky 500 milionë, ai 5 milionë tjetër, këto 500 milionë. Asnjë nuk i dihet. Po, sa 500 milionë që do harrohen thuaj, po, mirë e ke. Po do harrohen shumë i qartë ishe, faleminderit zoti. Doni më. Jo, faleminderit zoti ekspert. Kalofshi mirë. Po më mishë mi. E kuptua tani ku shkojnë lekët. Ishte shumë e qartë. Eksperti. Lekët tona, lekët. Ta pish në kup ekspertin. Po mirë ka kuptim. Po shumë. Kalojmë pak se tham, jemi suficit me lekët. Me ekonominë. Jemi deficit me kulturën, po me inteligencët e komendat jemi në stagnacion total, s'kemi lëviz fare. S'kemi lëvizur, Shikoni morë miqtë e mi, çfarë komenton njerëzit. Stelina, një personazh nga Big Brother VIP Albania, zhgënjen fansat. Pamja e saj pa make-up, lë për të dëshiruar. Sigurisht e vetë mirë. Po me çfarë merremi? Ai sa zhgënjyse. Po çka kanë njerëzit që komentojnë për një gocë që është pa make-up, çfarë të keq e ka? Ma më zhgënjeu shumë. Po pse të zhgënjeu? Unë nga kjo prisja që të ndryshonte botë. Ka zhgënjur edhe emojin aty, si është. Në fakt, ideja ishte që dolen edhe shumë vajza të tjera të showbizit edhe jo të showbizit. Gjitha këto që janë të bukura, po realisht po t'i bësh një dush të jeni shumë maskilista. Feminista në këtë emision. Jo, fare, gratë se suportojnë fare njëra tjetrën, nuk bëhet fjalë për showbiz për shembull. Këtë po thoya që po e suportojnë, ata e suportuan. Jo, dolën shumë nga vajzat, po. Ka të drejtë besi. Po, mbrojnë. Që qenë këto idiotësira tash. Dolën një lëvizje që dilin pa make-up dhe tregonin aknet në fytyrë, që është vërtet një mesazh për gjithë gocat që të gjitha kemi akne. Po gjithsesi unë se kuptoj. Të gjitha me akne. Të gjitha kemi akne. Të gjitha kanë akne. Ore, mua një gjë më shqetëson, se zakonisht aknet. Kush komenton aty te këto për gocat që janë me make-up janë vetë shëmtuar tani, që vërtet. Jo, po tani, po që vërtet. Po lejeni marr gocat dhe ndjen si duan. Njerëzit vendosen mos dalin të premteve ose asnjë ditë të javës. Po lejeni tani çfarë make-up. Stop me këto, ne jemi emision feminist, çfarë bëni? Feminist, apo jo bes? Ju na hodhët feminist. Na mban këmbë bravo. Më lejoni të kaloj në një temë tjetër. Viti që kaloi, emisioni që kaloi, Leo na zhgënjeu keq me lloqet. Po, ishin dobët. Është vërtet, na morën kushurinë për telefon. Ç'bëni kështu e? Mamaja ime qau, që ishte ajo mbylli emisioni ashtu, domethënë me ato lloqet, por sot miqtë mi, lloqet vinë më të forta se kur. Do ta zhbëj veten Leo ka kodet e bombës atomike sot. Miqtë mi, lloqet. Faleminderit për këtë prezantim kaq bombastik. Dhe me qira fjala për emisionin e kaluar keni ju fajin që më nisët ato. Shija lart tyre te kështu kryeministri. Ju i berat. Je keni ju fajin. Okej. Tani vidja llogu numër 1 miq që nuk më pyetët dhe u zgjinjeva. Ka lloqe. Ka lloqe plot. Vidja numër 1 kemi njeriu tim të preferuar online. Blendin. Jo. Kemi Spartak Ngjelen. Ai ishit i gjithë. Tani për ju, ky është një test për ju. Nëse nuk e keni parë videon, ky është një test për ju dhe për ju publikun. Unë kam paguar 6.000 euro për ta kthyer zërin erotik. E kam erotik zërin. E ke shumë erotik. Rregull? 6.000 euro. Mos më duket fare erotik zëri atë. Po ti si e the mër? Elbert Tapa edhe 6.000 euro dhe kërë tregon pesën me dorë. 6.000 euro. Për post që ja kanë futur. Për të kthyer zërin erotik. Ju ka suficit me zërin erotik. Ju duket erotik zëri Andi? Po jo, mor plak çfarë. Duket goxha, imagjino me një femër kë, s'doni s'ka mbaruar akoma. Ky vetëm ato me puçra mund të bëj. Gjenda hoqë gjithë femrat ta kemi. Po, ku ekziston kjo gjëja që shkon për të kthyer zërin në erotikë? Po jo, duhet të jetë gjë e madhe kjo tash. Si se erotik për shembull ka besi, zë erotik ka besi. Ke një ide ti vëlla? Sa ke paguar ti bes?
Çfarë ka Gerti? A ka ndonjë ide ku ta bëjmë dhe ne zërin erotik? Ku shkon kthehet zëri erotik? Ta bëj unë, më jep mua 6.000 euro. Ta sistemoj unë. Me montazh. Video numër 2 miq. Tjetër, Video numër 2 miq, me që Andi na parashikoi Fevziun. Fevziu ka një mesazh për ju, të lutem ndiqni, nuk kam se flas fare. Okej. Kur ishim të vegjël na thoshin gjithmonë mos u zini me më të mëdhejt, mos u zini me më të fortin. Me sa duket Maduros nuk e pas kanë thënë këtë shprehje, mirë po qelloi që Trumpi erdhi vërtet, edhe ja se çfarë ndodhi më pas. Prandaj ajo shprehja mos u zi asnjëherë dhe mos u përplas me më të fortin edhe më të madhin, me sa duket blen akoma dhe sot. Leksion e jetë. Ore, pse më duket sikur është në patinazh apo? Është në akull duke ecë, me sa duket ne nuk kemi. Çfarë mesazhi ishte ky tash? Mos u merr me të fortë, merr me të fortin, domethënë ul kokën edhe bëj si ha drurin aty dhe qep gojen, atë bëj. Beso, sfidoje Donald Trump tani, sfidoje të Fevziu e ka mësuar mirë këtë si. Nga e ka mësuar? Mor Gerti tash, Gerti. Duhet të marri... Sa lek të ka dhënë senati për këtë videon të... Tash përderisa i jep këto mesazhe dhe këto... Ore, do ja bëjmë një sfidë Donald Trumpit në këtu. Po çfarë? Apo mos na vjen vërtet. Sfidën do t'ja bëj Saliu, pra siç ja bëri Maduro, do t'ja bëj Saliu. Hajde merre një Ramos ta mban, ne ja nuk ta mban. Pse më mos i bëjmë një sfidë atij Blendit na vi këtu një. Po të bëjmë një sfidë ty të qepësh gojen. Po. Mario, të bëjmë një sfidë. Të shojmë llëkun. Kalojmë te videoja e tretë miq, është, okay, unë nuk di si mund t'ju asjell këtë video. Po si zgjedhë njëri një titull dhe ti një. Për të gjitha kështu e nis, nuk di. Është shumë i ndarë opinioni publik. Edhe opinioni në këtë tavolinë është i ndarë mes është okej kjo gjëja apo s'është okej? Sa ju duk për të qeshur, sa u indinjuan shumë, të ndiqni kontroversiale. Ja një. E kam se kam ndjer asnjëherë atë femërin brenda meje. Edhe dua a dhe më bash? Po, patjetër, hajde. Okej. Bujar është shumë fort kështu. Bujar, nuk po thavëm. Bujar, ndalo. Ndaloje, bujar. Bujar. Qej, jesh mirë. Okej, shkove shumë fort. Ora, se ku e kam dëgjuar këtë zënë? Mua më duke si dëgjuar. Sa bujaru tregua në fund. Unë e mbaja mend me kushtrim këtë. O blak, kjo ishte llëku më mos Bujar is the new kushtrim. Bujar të keqe motra. Do të kishe mbyllur se. Mario, njeriu ishte gentleman aty. Ishte goxha më mo duk shumë e ëmbël, shumë gentleman, po e kishte dorën e fortë aty. Ishte fort, shkoi fort Bujari. Me që po flasim për bujarin, flasim për bujarin edhe për bujarët në përbot, Zaçi Islami ka një mesazh shumë të fortë për ju. Profesor, po i kundërshtoni bindshëm, por me kalimin e këtij ligji, ju nëse mund të përballeni me persona të tillë, ndoshta mund i keni edhe klient të punës tuaj, mund të përballeni institucione. Po, edhe? Si do përballeni? Si do të ishte reagimi juaj? Po është kaq normale, dikush mund edhe të vi të marr ndihmën tuaj profesionale ose shkojnë në institucione të përballeni me një në profesionin tim kam gjën më të lehtë, më të kollajt, që ti them zotëri, larg nga zyra ime, nuk u shërbej njerëzve të tillë, nuk kam qef, nuk kam dëshirë, bile të shoh, nuk kam dëshirë më të shërbej. I thjesht, më i thjesht s'ka ku shkon. Po që nga zbutur goxha ky, Zaçi, ë? Në fakt do të t'i vriste me armë emisionin e kaluar, do t'i zhdukte. Ore, ti zyra. Ma një gjë më bën përshtypje te Zaçia. Po e bes. Është kështu homofob i madh i deklaruar fort, po ka emër gruaja o plak. Ka emër Zaçi. Ja. Ose është emër gruaja Zaçi. E vaje shkurtim. Do të thashë homofob me emër gruaja është nëse. Me që folëm kaq shumë për inteligjencën artificiale, këtë kemi një video me AI-ja. Kemi edhe një video. Çfarë video kemi? Të lutem ndiqe pak. Kisha gjithashtu për të bërë dhe një njoftim shumë të rëndësishëm, një diferencim nga një foto e cila po qarkullon në rrjetet sociale
ku paraqitem unë dhe logoja e News 24 duke promovuar një biznes kazinoje. Dua t'ju njoftoj gjithëve që janë mashtrime dhe mos bini prej tyre. Gjithë News 24 në këmbë për këtë, Kush është zotëria që i marrin imazhin? Po ky ore. Po ky zotëria që po flet ore. Imagjino tani se një njeri, por një kazino po bën reklamën me këtë që se një njeri. Unë kisha një kritik të madhe për ata, pikërisht për ata që kanë marrë këtë. Merë një më të mirë me. Merë Fevziu bën reklamën tonë. Po, me Fevziu bën. Po me Randino. Me mua. Tani miq, dua t'i gjeni një titull të emisioni, si që bëjmë në çdo emision të diversantëve. Dhe unë dua të jetë diçka me rajen e Marios, me që Mario sot e kemi bullizuar shumë. Shiko, kujt i hapër Mario në duhet një gjë më bombastike. Pse ka negative? Kujt i hapër Mario? Jo vetëm për Mario, edhe për Neo, nuk ja njeriu për Neo. E bëjmë të përgjithshëm, ngordhet në dru moderatori. Po, më rini mua të bëjmë ta vjuse. Ai ta mbyll emisionin dhe duke më rrallë. Rihet moderatori. Më rini dhe ai ta mbyll emisionin. Jo, strash. Edhe këtë e kanë lodhur këtë. E kanë lodhur? Lodhur. Në fakt kjo duket si jetë reale. Mund të jetë kështu që moderatori rre veten. Kjo mund të ishte diçka që ose ka dëgjuar njëri. Pallohet në dru moderatori dhe e mbyllim. Hajde. Jo, ta bëjmë me paqe. Me paqe. Ta bëjmë puthen 4 djemtë diversantë. Po, mbyllë me kaqe. E gjeti Besi. Mbyllë me Zaçe ku je, Zaçe. Dhe me këtë mbyllje epike miqëmi, kalojmë tani në momentin më galaktik të këtij emisioni, që janë sabotimet. Shihemi javës tjetër. Ciao. Ja të dashur miq, ku filluam rubrikën e sabotimeve Besi Qasu, se fillojmë. Fillojmë direkt me Tetalizën, me parashikimet e vitit 2026, shok, si do na vej. Ta dim që na pretë. Gati, rubrika Liza në botën e çuditërave. Jemi në 2026. E vërtet. 2026. Për ata që s'din të numërojnë. Është numër materje, është numër material. Edhe? Numër i fort, numër boss. Numër bossi. Ta përdorim për targ makine. Çfarë tregon kjo? Unë shikoj në detaje. Po Jupiteri është planeti fati. O që nga fatu. Ku shkon Jupiteri, ka të mbjella, ka të korra, ka të... bollëk i matur. Ka dhe më të ndaj quhet planeti fati, se është i bollëkut, kuptohet. U që nga viti mirë fare. Pra, çdo gjë me bollëk, e tregojnë dhe reshjet, sa filloi, dëndi mirë me shi. Po mirë se fillimi është, pa se rëndësika që duhet viti mirë. Doja të thoja edhe tjetrën për vitin. Pas ka koma. Këto të ketë disa... Qa? Si i thonë, viruse. Viruse të reja me emra të reja. Jo dhe jo. Edhe këto me bollëk besoj. Do vinë. Kush i përballoni? Jo, po dale zonja Liza na the që do kishin fat këtë vit. I bie që do vdesim. Detyrimisht. Si detyrimisht. Viti viruseve të reja. Po. Do të jetë shumë e fuqishëm. Hajde fat, hajde. Kush e përballon? Ka ngrënë kërkullat e këqija Liza. Po pra, goja mjal që në fillim të vitit. Kalojmë tani te rubrika personazhe, kemi gjeniun e pakuptuar të futbollit shqiptar. Kush është ky zotëria? Ky është Altin Sulçe, njeriu pikpyetje le ta quajmë. Se shiko, e di çam pëlqen ditë marr sepse nuk ngrihem dhe dot drejtin. Media kameramani më ka ashtu se i kam pas qeftë. Pëlqen shumë ata që ndërmbrojtësit që janë zgjut. Kamera më ndjek apo jo? Çfarë po thotë? Kamera do ndjek, por nes po të ndjekim dot. Pëlqen ata që dalim pak. E ke parasysh ajo? 3 hapa dhe e nxjerr. 3 hapa dhe e nxjerrësh. Ja fusin. Zgjuarësia. Amatorja nuk e them dot. Do të të rrit tani ri mbrojtësi këtu. Edhe ai tjetri ka dalë atje edhe ky bi kafe këtu. Po thotë, nuk e kuptoj. Mbrojtësi zgjut është në vi. Mori valle tash. Elementi mendjes. Atë pak ne kuptoj që ka të mendja. Holistike dhe jo vetëm. Duhet të jenë shumë i rëndësishëm te ai që na mbrojtësi. Shumë i qartë ishte. Sekondi është. Për çfarë? A golin ose ngrej ai? Ngrej ai, po. Flamurin. Po ndonjëherë mendja. Më humbi prapë. Duhet të bëjnë test që ndërmbroj. Unë po të isha për shembull, biso po të kisha një ekip që s'do e kem. E zë me ka. Po shqyr zoti që se ke atë. Që ndërmbrojtësat do t'i merret do i bëj test inteligjencë. Gjenie. Unë po të isha unë. Normal ti po të ishe ti po. Vetëm mos i shkruaj vetë ato pyetjet e testit. Rrezik ngel vet. Nëse unë po të isha unë do ta ktheja një herë këtë ç'a bëhet me gjuhën shqipe. Edhe unë po të isha unë dakord do isha. U ishi çaj gjitha këtu, çaj thot. Edhe çajin e kanë marrë na turqishtja, si ka mundsi. Ja fusin koto. Si ç'a thot? Çaj turqisht, pije e ngrohtë me ujë të valuar nga çaj apo bimë të tjera. Ç'ne turqisht çaj. Për këtë arsye na i shpjegon mjeshtri. Në momentin që ne fusim gjethet e çdo lloj çaji që bëjmë çaj, gjitha këto çajra janë kanë brenda qeliza.
e cila kur bie në ujë të nxehtë, qeliza çajet. Ç'a ndodh? Dhe ders gjitha të spazmën që ka brenda. Spazmën. Dhe folja çaj. Për çaj po flasim. Për spazmat e çajit më saktë. Kalon në çaj. Pra çdo çaj është një qarje e qelizës, e cila kryet çajet, ajo spazma dhe ders ekstrakt. Brenda dhe dolëm në ndarje atomike më duket. Çaj vjen nga fjala çaj. Po, qëndron. Bile edhe qarja, kur njerëzit qajnë, është qarje e spazmës syve, qesës. Prap spazma. Dhe çaj do të thotë çaj, çarje dhe rjes nguj. Edhe në Kosovë e përdori mos çaj. Vulën ky. Ça lidhje ka? Do fliste edhe ky. Hiqi se do na çajin qeliza ato. Po pra, na derdhet spazma thuaj. Kalojmë tani te rubrika Kuriozitete me Albana Ruçin. Bana, ku je sot moj? Sot kemi udhëtuar drejt një qyteti, emri të cilit ndryshe përkthehet mikpritës. Kush është ky? Peqin. Kështu përkthehet. Përktheu nga shqipja për këtë. Sot do të shohim nga afër një prej elementeve identifikues të këtij qyteti ku do nëpër Shqipëri. Kush është? Gjelat e detit. Elementi gjeli detit ora. Elementi 7 le të them. Janë mbretërit e çdo tryeze. Le të dëgjojmë ekspertin ç'a mendon. Gjeli i detit, duke qenë se është simboli më i rëndësishëm i qytetit, menduam bashkë me kryetarin e bashkisë që t'i japim vlerën që i takon. Po, dhe si ja dhan vlerën që i takon? Menduam ta vendosim në qendër dhe t'ia japim atë që i takon. I takon. Jepi Cezarit atë që i takon Cezarit. Pas kanë bërë monument në mes të Peqinit. Vlera që të jetë një simbol dhe të më mirë se Peqini nuk ekskluzivitet do t'i ngelet Peqinit. Po, mund ta vendosin në flamurin e Peqinit. Ndërkohë në Baldush kanë plasur protesta ato. T'i jepni vendin që i takon, por si reagojnë turistët? Turistët e Peqinit. Kanë filluar të pyesin dhe duan të dinë më shumë si rriten këta gjela, si prodhohen këta gjela. Po si prodhohen këta gjela? Në fabrikë normalisht. Të mësojnë historinë e gjelit, nga vjen gjeli, si bëhet, kush janë këta që i rrisin gjelat. Sa enigma pas ka dhe. Vin nga gjithë bota pelegrinazh për gjelin. E japin këto gjallësa kaq të lezetshme, të cilat kanë edhe taktika për kujdesin ndaj tyre. Nuk janë thjesht qenie kaq të bukura. Ka taktika, shok. Ta shohim një. Janë delikat gjelat. Le të shikojmë një taktik për kujdesin e gjelit. Kape zonja, zakonisht e godet në sy me të parë, i vajti ujë kësaj radhe. E përdosi simbolin e Peqinit.